Përshëndetje të dashur shqiptarë, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Osho, ashtu quhen, dhe mesazhi juaj është krahasim. Janë dy drunja, po të ndryshëm. Kjo letër tregon se kemi të bëjmë me një proces mendor që krijon tension apo huti. Krahasim vetjak, gjykim, ndjenjë mungesë vlere, mungesë pranimi ndaj vetes apo të tjerëve. Në imazh shohim dy pemë krejtësisht të ndryshme, një trung i trashë dhe i ashpër dhe një bambu i gjelbër dhe i drejtë. Ato nuk janë më të mira apo më të këqija se njëra tjetra. Janë thjesht të ndryshëm në natyrën e tyre. Përmendja ka prirjen të krahasojë duke sjellë ndjesi inferioriteti ose krenarie të rreme. Kjo letër pasqyron pritjen apo prirjen për të krahasuar vetëm veten me të tjerët, duke harruar se secili ka rrugën, natyrën dhe kohën e vet. Sjell një ftesë për të pranuar veten plotësisht, pa e matur vlerën tënde sipas masave të dikujt tjetër. Mund të tregojë një gjendje mendore ku ndihesh më pak ose më shumë se të tjerët, duke u shkëputur nga vetvetja. Mesazhi i letrës thot, ju jeni unik dhe nuk mund të krahasohesh me askë, apo ti je unik. Kur mendja pushon së krahasuari, shpirti çlirohet. Pranon veten dhe të tjerët ashtu siç janë, pa nevojë për gjykime apo matje. Pasqyron nevojën për të dalë nga kurthi i krahasimeve për të jetuar me autenticitetin dhe vetpranimin. Është një thirrje për të kuptuar se bukuria dhe forca janë forca jote, ndodhen dhe janë në atë që je, jo në atë që mendon se duhet të jesh. Nëse ke ndjerë presion nga jashtë ose ndjesi jo të mjaftueshme, kjo letër është një ftesë për çlirim të thellë dhe dashuri shumë për veten tënde.